nderuari kryetari i komunës zotëri Bexhet Gjeladini, i nderuar kryetari i Federatës së Motociklizmit zotëri Nuhit Llukaxhiu, e nderuara kryesuese e Kuvendit komunal zonja Arieta Skeraj, e nderuara drejtoresh për kulturë, rini dhe sport zonja Liridona Misinaj, të nderuar punonjës komunal institucional dhe më gjerë, e nderuara policia e Kosovës, të nderuara familje dëshmorëve, të nderuar veteranë të luftës, të nderuar motorist pjesëmarrës të dashur, mysafir nga gjithë Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe më gjerë, të pranishëm dhe të respektuar. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Jemi mbledhur këtu në këtë vend bekuar në zemër të sharrit tonë të bukur. Jo vetëm për të ndarë pasionin tonë për motorët, për sfidën, por edhe për të nderuar ditën e shlirimit. Një ditë që na kujton sakrificën, qëndresën dhe krenarinë tonë si popull. Andaj kërkoj nga ju një minutë heshtje në shenjë respekti për dëshmorët tanë. Lavdi. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Është nder dhe privilegj për mua si kryetar i klubit Enduro Sharri t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje në këtë motomiting të jashtëzakonshëm. Një fest e shpirtit lirë e dashurisë për malet, për eventin dhe për njëri tjetrin. Ky aktivitet nuk do ishte i mundur pa mbështetjen e vazhdueshme të kryetarit komunës zotëri Bexhet Gjeladini, të cilit jemi thellësisht mirënjohës për besim dhe për krajen që jepet motosportit dhe rinisë së këtij vendi. Falënderit zotëri Gjeladini, që gjithmonë qëndroni pranë nismave që sjellin energji pozitive dhe zhvillim në rajonin tonë. Andaj të lutem që ta pranosh një mirënjohje nga ana jonë e klubit. Falenderim i veçantë shkon edhe për Federatën e Motociklizmit të Kosovës, e cila është gjithmonë në krahët e klubeve, garozëve dhe të rinjeve që duan të ecin përpara me pasionin e profesionalizmit. Falenderit për mbështetjen, bashkëpunimin dhe për vizionin që po ndërtoni për të ardhmen e motosportit në Kosovë. Ftoj përfaqësuesin Ali Tregja që ta pranojë një mirënjohje. Dhe sot, me zemër të plot krenare, duam të nderojmë edhe 3 garuesit tanë të jashtëzakonshëm që kohët e fundit përfaqësuan Republikën e Kosovës në Austri. Një garë ndërkombëtare duke ngritur lart glamurin tonë dhe duke dëshmuar se edhe nga ky cep i vogël i Ballkanit lindin kampion. Ju falenderojmë për guximin, për kushtimin dhe për shembullin që jepni gjithë gjeneratës së re. I ftoj afërmeje garuesit tanë Blerim Aliu, Arbenit Beqira dhe Ali Tregja. Të dashur pjesëmarrës, ky motomiting është më shumë se një event. Është një mision që thirr për bashkim, për miqësi, për respekt të natyrës dhe për kultivim të sportit dhe kulturës. Në çdo rrotullim gome mbi këto shtigje ne po tregojmë se Kosova është e gjallë, e lirë dhe plot pasion. Ne si Enduro Sharri jemi të përkushtuar të vazhdojmë këtë rrugtim. Ne nuk ndërtojmë vetëm rrugë për motora, por ura mes njerëzve breza e mësojmë të jetojmë me nder, me guxim dhe me frym bashkëpunimi. Ju falenderoj që jeni sot këtu për të ndarë këtë ditë me ne. Le të garojmë me zemër, me respekt dhe mbi të gjitha, me dashuri për këtë tokë dhe për njëri tjetrin. Gëzuar ditën e shlirimit të Sharrit, gëzuar motomitingun, rënoft Enduro Sharri, rënoft Kosova dhe dërrojmë të gjithë ata që jetojnë me pasion dhe vepra. Dhe zyrtarisht e shpallit të hapur këtë motomiting. Paqe.